Jemi arrestuar në mënyrë të paligjshme. Kemi qenë tek parlamenti, kemi kërkuar informacion për një protestues dhe jemi përballur me dhunë të pashpjegueshme nga ana e policisë shtetit. Jemi ndaluar në mënyrë brutale dhe jemi shoqëruar për në komisariatin numër 3. Unë nuk dua të viktimizohem pasi shumë nga shokët e mi me cilët kam qenë në bllokun e sigurisë deri më sot kanë pësuar dhunë të jashtëzakonshme dhe të pajustifikuar. Dua të them që nuk na është ofruar as ndihma bazike mjekësore. Dua të them që nuk na është ofruar ekspertiza mjekoligjore nga personel shëndetësor i kualifikuar, edhe pse ka patur një vendim të OPQ-s. Edhe pse është një drejtë jona ligjore dhe kushtetuese. Dua të them se protestuesit, se ata djem nuk janë huligan, nuk janë kundër ligjit, nuk janë kundër rendit kushtetues, nuk janë mbetje, përkundrazi. Ata djem janë kundër autokracisë, ata djem janë për demokracinë, janë për shtetin ligjor, janë për ta kthyer Shqipërinë në shinat demokratike. Ata protestues, ata djem duan që Shqipëria të mos jetë një vend i kapur nga mafia. Duan që Shqipëria mos të shitet oligarkëve vendas duke rrëmbyer tokën banorëve autokton. Duan që multimiliarderët e huaj mos të vinë dhe të marrin llokma në tokën tonë në këmbim të mbështetjes për autokratin e korruptuar. E fundit është që desha them unë nuk jam heroj. Ju gjithë jeni herojnë që keni ardhur çdo ditë në këtë protestë. Ju falenderoj nga zemra në emër të gjithë protestuesve që ishin të ndaluar, që erdhët dhe na mbështetët tek bloku i sigurisë dhe tek komisariatet. Na keni dhënë një energji të jashtëzakonshme. Ne nuk jemi vetëm ashtu si ju nuk jeni vetëm dhe do jemi çdo ditë pas jush. E fundit është që herojnë janë ata që protestojnë, ata që qëndrojnë për drejtat në përditshmëri, ata që bëjnë punën e tyre me ndeshmëri në këtë sistem të kalbur. Edhe diçka tjetër që kam merak nga policët që na kanë thënë në vazhdimsi, edhe pasi në shoqëruan edhe në komisariat edhe kudo. Policët janë me ne, policët janë të shtypur nga ky sistem. Policët nuk ju paguhen orët shtesë, policët thillen edhe në tendën e uniformave. Ky është mesazhi im, faleminderit gjithë.